8 nëntor 2025 jemi në ditën e Saturnit. Kjo është edhe dita më e vështirë e javës. Përshëndetje, unë jam astrologja Tenisa Shyle dhe do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Në fillimin e saj, hëna do të jetë në udhëtim në shenjën e binjakëve dhe do të ketë edhe disa këndë të vështira. Kjo e bën komunikimin ton pothuajse të pamundur. Jemi shumë të nxituar dhe kjo na shton edhe në veprime vërtet shumë impulsive, të cilat sfidojnë në mënyrë të dukshme çdo aspekt të jetës tonë. Gjatë kësaj dite, të gjitha udhëtimet do të këshilloj që të bëjmë vërtet të kontrolluar, të marrim masa dhe të jemi të përgatitur për pothuajse gjithçka. Është një ditë ku edhe natyra mund të luftojë kundër nesh. Mund të kemi lajme në lidhje me fortuna, po ashtu dhe me lëvizje të tokës. Ndjesia e pasigurisë do të jetë prezente pothuajse gjatë gjithë ditës, por midis orës 14:31 dhe 15:06, kur hëna të jetë në zbrazëti dhe do të ketë dhe kënde të vështira, kjo do të thellohet edhe më tepër. Do të kemi një vështirësi vërtet shumë të madhe për të përqendruar. Jemi dhe shumë herë më të hapur ndaj problemeve, aksidenteve. Duke qenë se në këto momente të gjitha të papriturat e kemi të vështirë që të bëjmë ballë, do të këshilloj që të përmbajmë rutinës dhe të mos marrim riske të panevojshme. Mundësisht të qëndrojmë edhe në vende të cilat e dim që janë të sigurta. Menjëherë pas kësaj hëna do të kaloj tek shenja e gëfores. Kjo do thotë një çlirim të dukshëm. Për këtë arsye, të gjitha gjërat të cilat përmbajnë një farë risku do të këshilloj që të linin për orët e mbasdites. Edhe ne vetë jemi shumë më të aftë që të zgjidhim probleme të cilat mund na dalin përpara. Nëse natyra do të vazhdojë që të jetë e luhatur, ne vetë si individ kemi më tepër mundësi që të përzgjedhim rrugën e shëndetshme. Por nëse do të shtohet në mënyrë të dukshme edhe mirëkuptimi, do të kemi pak më të thjeshtë për ta kaluar. Gjithsesi, gjatë gjithë kësaj dite do të na duhet që të jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.